Në një shtëpi të vjetër pranë qendrës së qytetit në Istok, po jeton në kushte të vështira familja Vrankaj. Nga sëmundjet që i ka kryefamiljari Gazmente, thot se ka të vështirë të punoj. E së fundmi, a ishte shtrirë edhe për trajtim në spital, mirë po nga pamundësia për të mbuluar shpenzimet. A i tregon se është detyruar të nënshkruaj vullnetarisht që të lirohej nga spitali. S'kesha edhe drejt me thonë pare, se me një social ku m'ja marrë, tani për shkaki që atëherë lypa vetë më nënshkrua dhe me dalë për spitali. Kam me mushnida me thonë tuberkulozin, e kam sheqerin, e kam gjakin e nalt, gjakin e trashë, kam nuk mundet më mutullu në për vena, kënena me unaza kam probleme. Kjo familje 7 antarëshe po mahet vetëm nga puna e djalit të tyre 17 vjeçar, i cili thot si një ditë i paguhet 10 euro. E hall kjo familje po e ka edhe sëmundjen e vajzës së tyre më të vogël. Nëna Kleontina thot se 4 vjeçares i është thënë se duhet të trajtohet jashtë vendi. Nga thonë se do të me qu shtetet jashme, po kur s'kom pas kushte, edhe më kam e qika qështu. Nuk heq, as nuk hol, pa krejt, se ka problem edhe ja me kurrës shpinës ka problem, me trud vogël, më ka thonë mjekët. Ndërsa 2 djemë dhe vajza tjetër e kësaj familje janë larguar nga bankat shkollore tash e 2 vite. Kjo për shkak të bullizimit që ju kishte ndodhur në shkollë nga shokët dhe shoqet e klasës. I kanë reja, i kanë boha, i ka thonë, qështu, e fjallë me thonë, qështu, po nejse s'prish puna, jo, se na jena njerës tonë, shqypen për foli. Kjo familje ka vetëm një kërkesë. Jo kisha lutë ko shkovë në animue për hirë të dhajtë e patre që të në vethmive, me në animue në farë toke, farë shpije, me një kolip më kohë, se thojnë vishku me si të krytë mene, jo kisha falimderuar shumë për juve. Kryefamiljari thot se qira në shtëpis, ku janë duke panuar aktualisht e paguan 120 euro. E në këtë kushte, si thot ai, po jetojnë që 7 vite.